se të gjeta në kuzhinë. Ja të kemi me Albanën, me produktet gati. Mirë se erdhe dhe vetëm, se do Mirë se erdhe. Mirë se i gjetëm visat tona, zonjat e shtëpisë. Këdo dhe zotrinjt që në ndjekin së bashku me zonjat e tyre dhe na kanë telefonuar dhe sot do të kemi mundësi dhe të komunikojmë me to, temperaturat janë të larta, plazhi ka filluar, gatimet, freskia, pushimet, temat e verës, të gjitha bashkë do t'i diskutojmë, do të kemi mundësi që në këto orë të flasim edhe të gatuajmë. Albana, që do ne apo sot si variant të parë? Të fillojmë me sa gurabie me limon, janë ato gurabiet, gurabiet e çara që sheqeri plur futet brenda. Ato më tepër janë duken si lodra plastike, po jo të dikushme, ato që janë të tanishmet. Janë shumë të mire, janë të buta, janë si sfungjerë, por për të pasur të gjithë këtë gjë që them unë si sfungjerë, edhe kështu me plurë, edhe me kështu me të gjitha. Më duhet ky mielli këtu. Jo, la këtu më duhet. Kjo se bëra ky. Gjinin e ndryshova kjo. Ky mielli, kjo Ola. Kjo Ola, ky mielli. Atëherë më duhet miell. Pati të më duhen 2 vezë, dhe kur themi për vezë, flasim më duhen 2 vezë të duhura, i ka marrë të kuqe. Pse i ka marrë të kuqe? Sepse janë më të forta dhe pas Androniki. Dhe janë Ovital. Sepse Ovital na jep mundësinë që të shijojmë një vezë të freskët në çdo stil. Kemi paketime të ndryshme siç i shihni, të voglat, mesmet, mëdhajat, vezë të kuqe, vezë të bardha, mesatare, të vogla, po ashtu dhe të mëdhaja madhësinë e tyre, dhe ishte edhe për paketimet për shkrimje, po ashtu të pasura mbi të gjitha me proteina, me omega 3, të cilat na duhen për të përballuar sigurisht ditën vapën. Çdo vak duhet të ketë pak proteinë, themi ne. Për që në mirë me muskujt, të kockat. Dhëm atje, ato kockat të kalciumi shpak i dobet. Pra ja këto, tha dikush një herë, dëgjoj, tha, vdekje tha pse erdhe dhe më more, as më lajmërove, tha asgjë fare. Të të lajmëron. Se më që deshe ti, tha, gjitha të dhimbje, tha që të dash një herë këmba, një herë kjo, qa ishte ajo, tha, qa do më shumë ti? Ja pra, ja që të marim këtë omega 3 të marim, nga produktet tona që të gjitha, dhe. Ashtu jemi, se çfarë ham, ashtu jemi. Ashtu bëhemi. Dhe çfarë ham, ashtu na dhëm, është problemi. Duhet jemi të kujdesur. Ne kemi nevojë për çdo gjë, edhe për pak të ëmbël, edhe për ushqime që themi ne nuk lejohem, për çdo gjë ka të bëjë me sasinë, me të moderuar, apo jo. Sasia e moderuar është ajo që e bën diferencën. Do fillojmë të gatuajmë? Dhe për mua, diferenca për mua je ti. Në ke kënduar fare këto komë. E kam rrajtë zorin për në korik. Shumë vapë atërë, shumë vapë për kënduar. Të tregoj pak përbërësit gramaturat e recetave të këtyre gurabieve të shkrifta, ja ti tregojmë së bashku, se çfarë ju duhet juve anvisave në shtëpi për të bërë një fjatancë plot me gurabie apo biskota me limon. Limoni do t'jap atë aromën e freskët dhe po ashtu edhe shijen e freskët. Kemi 2 vezë, gjysmë filxhani sheqer, 1/3 e filxhanit që do të merrni për masën e sheqerit do ta mbushni me vaj lule dielli, 2 lugë lëng limoni të freskët, 1 lugë çaj plur pjekjes, 1 vanilje, 1 filxhan e gjysmë me miell, që në gramaturë është 180-200 gram, po ashtu dhe lëkura e limonit përveç se lëngut, sheqer pluhur për pudrosje në fund pasi të piqen dhe të jenë ftohur paksa. Kjo është pra receta e shkruar. Ne fillojmë tani me përgatitjen. Tani ku është ndryshimi? Ndryshimi nga sheqeri dhe pluhuri i sheqerit. Kur rrahin vezët, pluhuri i sheqerit është më i duhur. Pra ju mund ta vendosni në sheqer. Jo me sheqer kaf, sheqeri kaf nuk jep atë volumin e vezës, nuk bën atë zbardhjen, pra sheqeri kaf na duhet për gjëra të tjera. Dhe në rrajen që ne kërkojmë gjithmonë më i mirë është sheqeri pluhur. Por sheqeri zakonshëm vendoset. Shtoj 2 vezë këtu brenda dhe sheqerin pluhur. Një rraje tek mesatarja. Të shpërbëhet veza siç duhet. Dhe jo vetëm të shpërbëhet, por aty të krijohet një masë homogjene. Më lart niveli.
vanilja. Fluri pjekës. Vaj. Dhe limoni. Sa vjen dhe trashet plotësohet, bëhet një krem. Talin do të shtohet, ta shtoj unë avash. E kam kaluar, shikoja. Duke vrahur, që të bëhet më gradualisht avash. Kremin e dukur. Avash tani. Po. E shpërbëjmë e bashkojmë rrugën e parë të miellit dhe kalojmë tek të tjera. Kështu e kemi më në kontroll përgatitjen e brumit. Do të një gjë tash se. Për të gjitha visat që kam problem me nuhatin, me alergjin, me këto, përshku unë kam pak probleme, thënë drejtën, dhe problemi im... Vërshtohen të problemet alergjisë. Mua më ka hikur tani problemi. Të ka hikur tani? Po, filloj në fillim të dimrit, edhe, por, me zënin e hundëve për shembull, varet lagështira, vapa e madhe, po të vini me këtë parfumin, me janë liruar hundët. Tani vazhdojmë. Po pse mos të vjen kjo vanilja, edhe këto aromat e kuzhinës janë si parfumet e ushqimeve, parfumet e gatimeve, kanella, karafili, vanilja. Qa parfumi ke vendosur, hajde. Po tani, ta them pastaj. Pastaj do të t'jap një mundësi që të përjetosh një aromë për tek kësaj që po thua. Vjen diku andej. Nga andej më vjen dhe një kokë limoni? Më vjen një kokë limoni andej? Ose andej, ose po t'na e sjellin këtej. Ja, op. Se na duhet dhe lëkura e limonit, kjo që në kërka pak e thatë, që e Jo, përdorim dhe për kam sobën. lënë, dhe soba. E përdorim për sobën. Ja ti lajmë pak. Dhe tek grirësja, tek rendja. Niki tani mere në dorë Me qimit e situatën. limoni, mos harroni nëse doni një mëlçi të tonifikuar, të pastruar, të pastër, sidomos kur jeni rënduar ndonjëherë me ushqimin. Ta e këtë fundit. Do hedhësh patjetër, por do të largoj ujë i ngrohtë me limon në mëngjes. Shtrydheni limonin në ujë të ngrohtë dhe konsumojeni esëll, është një tonifikim natyral i mëlçisë, një pastrim shumë i mirë i saj. Nëse kjo ndodh në mënyrë sistematike dhe në mënyrë të vazhdueshme, nuk kemi mundësi ta përfitojmë. Prap do më duhet. Pra deri në një farmase, ne e rrahim me tel më pas, sepse kisha vendosur më pak, normalisht. Po, sepse duke e rrahur vazhdimisht me tel, ajo qëndron shumë e ujshme, shumë e hollë, si mas brumi, kështu që një trazim me lugë e mbledh dhe e qetëson pak kremin. Pra nuk më duhet nga pjesa e imët, prandaj marrë dhe këtë më të madhen. Limoni për shije, limoni për aromë dhe limoni për ta bërë më të lehtë në gjithë sa aromë të mirë që lëshoj tani limoni. Shumë e freskët. E bërë dhe më të lehtë kur a bien biskotën. Si kur e ekuilibron mes ëmbëlsisë dhe... Do marrë të gjithë këtë pjesën e... Cipën. E sipër me këtë. Ja. Edhe këtë këtu. Edhe nuk si lash vënd. Është një soj i marë, sipën është një soj
si kur të zhveshësh globin nga njerëzit. E disa keq që është. Pra, më vjen keq që bëj një luftë me limonin, po le të jetë lufta midis produkteve dhe mos jetë lufta midis njerëzve. Ti je shef kështu në 4D. Edhe për tehi realitetit, duke krijuar, fantazuar tek ja. Tani? Gati për ti vendosur dhe për të Jo, dhënë do më duhet miell prap të shti. Po. Avash do më shtosh ti. Unë do të bëj gati ndërkohë edhe tepsin. E kalojmë këtu. Një letër pjekje do t'i vendos aty. Po. Edhe? Derisa kjo mas të jetë jo qull, por dhe as brum. Pra duhet të jetë një brum i but, një brum gjitës. Po. A tjetër jepi? Me këto që përshkrove, po i shtojmë disa lukë të tjera. Gjithmonë këto gurabie kanë nevojë që sasinë e miellit ta shtojmë avash me lukë. Pjesa e parë është me rase dhe pjesa tjetër është vetëm anë të lugës. Këto do fryhen në një temperaturë të dur, në një temperaturë të dur, do fillojnë ato plasaritjet. Ja, derisa. Ndërkohë që ne do ta punosh dhe me dorë besoj? Apo vetëm me lugë, që të kalojmë pak? Kësë fare. Pjesa jonë. Shumë mirë, shumë mirë. Edhe unë filloj dhe punoj tamam si që më duhet. Dhe japim edhe një punim të pa ungutur. Rikthejmë pa dyshim për t'ju treguar se çfarë forme mund t'i jepni këtyre biskotave të rumbullakët, katrore, gjysmë hëne. Format janë nga më të ndryshmet, me një gotë të vogël, ose me format që keni në shtëpi dhe përgatisni biskotat. Nuk kanë sezon këto lloj biskotash. Këto përgatiten në çdo sezon. Mund të konsumohen, mund të themi që konsumohen në mëngjes, me një kafe, me një gotë lëng, me një gotë qumësht, ju e vendosni. Dhe ja të kemi në kuzhinë për të vazhduar dhe për t'i dhënë fund recetës tonë të parë, biskotave tona me limon. Do t'ju japim tani ato format që më thejnë në pushim, më tha Albana këto bëhen vetëm rumbullake. Nuk ka katrore gjysmë hëne. Jo se bëhet qameti dhe po duam t'i bëjmë format. Kur i bëjmë rumbullake, i presim me thikë për gjysë dhe ja bët. Ja. Po se unë ju thash bëjni këshu gjysmë hënë, forma ylle, katrore. Mirë, sikur. Po ti ja u thoje drejt për së drejti, më ndërprisi mua. Vajzë e dashur, këto biskota nuk bëhen katrore, as gjysmë hëne. Vetëm rumbullake sepse duhet që të qahen, të kenë atë... Po, të janë atë të qarat, si ato plasaritjet e tokës, ku bje tërmet. Se tërmet është në shije, kaq. Tërmet është në shije. Marë! Japim tani këtë formën. Mos u shqetësoni për madhësinë. Jo, se do fryen ato. Ato do të fryen. Marrin volum. Ja. Masa do t'jetë ngjitse. Ja. Më pak se kaq. Që sa e butë që është, sa që... Më pasu të sheshoj pak sa. Tregojmë dhe një recetën me gramaturat përkatëse të këtyre biskotave me limon, sepse jemi drejt fundit të përgatitjes, përpara se të kalojmë më pas në përgatitjes tona për recetën e dytë, për t'ja u treguar se çfarë përmban ajo. Fillimisht ju tregoj edhe një herë gramaturat e këtyre biskotave. Bëhen shumë kollaj, shumë thjesht. Ju duhen 2 vezë, sheqer gjysmë filxhani, pra rreth 100 gram, pak vaj lule dielli, 1/3 e filxhanit, 2 lugë lëng limoni freskët, 1 lugë çaji plur pjekës, 1 vanilje, 1 filxhan e gjysmë me miell, respektivisht 180-200 gram, lëkura e 1 limonit të plot, cipa e lëkurës, cipa e limonit, cipa e lëkurës. Dhe sheqeri plur për pudrosje.
sheqeri plur do t'i shtohet jo sa po i kemi nxjerrë nga fura, me sa di unë, sepse ai shkrinë dhe nuk do qëndrojë ashtu bukur me atë si puhiz si për biskotave, por patjetër që duhet të ftohen pak. Duhet të ftohen. Mos i flit shoferit kur nget makinën. A shiko si hapen? Shiko, ja. Bëjmë dhe pak të tjerat. Edhe. Okej, për një gjë jemi ne kështu entuziast edhe shumë të lumtur edhe shumë krenar në këtë program. Sepse gjithmonë këtu tek ne vinë o produktet më të mira, o miqtë më të mirë, o kafet më të mira. Siç është kafja që do ta shijojmë sot. Shpeshherë dëgjoj, edhe ti dëgjon që kafja më e mirë pihet në lokal. Ekspresi më i mirë në lokal. Ka diskutim? Ka diskutim. Po të them që mund ta pish edhe këtu kafen më të mirë njësoj si lokal, jo në lokal, po në një lokal italian, mu në qendër aty në një qytet. Të përfytyrosh me atë aromën intensive, me kafen e shishme, kremoze. Çfarë do t'jetë nga një kafe ti? Po pse më provokon me kafe? Përse më provokon? Do të provokoj çdo ditë, sepse çdo ditë na provokon lavazza. Me majlonanën, duhen ta shkurtoj. Se nana do gjithmonë një kafe, edhe unë jam nona. Të pash energjia dhe dita duhet të nisin, siç tham, me diell, me buzëqeshje dhe me një aromë kafe fantastike. Kemi për të prezantuar sot, unë, Albana dhe ju të gjithë, dhe miqtë do na vinë patjetër në programin ton, me ekspresin Lavazza, me kapsulat Amodo Mio. Ky sistem i tërë, siç e shihni këtë ekspres bashkë me kapsulat që janë të shumë llojshme, i kemi vendosur pikërisht tek mbajtësi aty, një larmishmëri të gjerë të ngjyrave, shijeve dhe aromave specifike. Shifeni pak këtu, i gjithë sistemi Lavazza Amodo Mio ofron aparate dhe kapsula të cilat punojnë në një sinkron të jashtëzakonshëm që ne të kemi të gjithë një ekspres perfekt. Ky sistem është studiuar deri në detajet më të vogla, duke filluar nga dizajni i makinerive, si edhe teknologjia e kapsulës të vendosura kështu në vakum për të ruajtur jo vetëm shijen, aromën, por këto kapsula të mos marrin lagështi që është më e rëndësishmja. Tani, çfarë e bën diferencën? Kur ne themi sa e mirë kjo kafja, sa aromë të mirë vjen, temperatura e dur, ky sistemi që unë thash, Amodo Mio, funksion në mënyrë aq të sinkronizuar, aq perfekte, studiuar në mënyrë aq të detajuar, sepse kujdeset për temperaturën e kafes kur duhet, po mbi të gjitha për ekstraktimin e kafes, se si duhet bërë ekstraktimi i kafes në mënyrën e duhur, për të na ofruar jo vetëm cilësinë më të mirë nga ekspresi para deri tek i fundit, pasi, siç thash, kafeja duhet të lëshoj aromat e saj më të mira. Tani, ne ju të tregojmë dhe ju themi që Lavazza punon në mënyrë të tillë që mbledh nga e gjithë bota 150 lloje kafesh për të na sjellë ne ato më të mirën dhe për t'i grupuar ato kapsulat perfekt, në mënyrë perfekte. Tani ju i pat sipas ngjyrave. Unë do t'ja u tregoj se çfarë përmban secila kapsul, pra si quhet secila kapsul, sepse ajo do të le themi zotëroj shijet e të gjithëve ju. Nëse doni një kafe intensive, më të fortë, të ketë më shumë aromë, të ketë më shumë kafe ose një të përzier, apo dekafeinato për ata që nuk e duan kafeinën, por vdesin për atë aromën e kafës, se duan të kenë një përqindje shumë të vockël sa të fillojnë ditën me Lavazza. Jam të tregoj edhe një herë llojet e Lavazzës Amodo Mio, kapsulat, siç thash, dekafeinato janë këto blut, se duke i parë ngjyra dhe duke i fiksuar më së miri, çdo kapsul ka 7.5 gram kafe. Mënyra se si ekstraktohet tek ky ekspresi Amodo Mio është një nga mënyrat më fantastike, siç e thash, për ruajtjen, për mënyrën e presionit se kur do të çpohet ajo kapsula dhe si do të ekstraktohet e gjithë masa e kafes që është aty brenda. Kemi gjithashtu Lavazza Amodo Mio Rosa, Oro, Qualità Oro, Intenso, shkë e kuqja, Crema Gusto, ndër më të preferuar, Passionali gjithashtu, Divino, Delicioso, do të kemi mundësi që her pas here t'ju ofrojmë edhe t'ju shpjegojmë më në detaje, se çfarë karakteristikash ka secila prej kapsulave Amodo Mio. Por, tani që është vap,
e di që mënyra më e thjeshtë për të përgatitur kafen cila është, do t'ja tregoj ndoshta një ditë tjetër, po këtu e kam të përshkruar. Hap frigoriferin dhe merr një kafe të ftohtë. Një lavaz ready to drink. Është pikërisht kjo treshja, nëse e doni kafe latte, cappuccino apo espresso dhe qumësht. Lavaza ready to drink. Albanat po të përgatisni se vdesa përdorë se është era parë do përdori ekspresin. Hajde ta mësojnë çik tani. Por favore. Si ta përdorësh që herë tjetër erën tjetër ta përgatitesh për mua e afro pa këtu. Ja të marrin çik. Bëj gati apo ke punë mi? Kam ca punë. Ja më thuaj, thjesht ngjyrën se unë e di që ti s'ke preferenca. Po më shikon, ë? Të shikoj. Hajde më zgjidh vetëm një ngjyrë më thuaj, se unë e di që ti sepse me të kuqen jam e dashuruar. Hajde se po të bëj një rosa, një kualitet rosa. Shpejt e shpejt, ja. Vendosim kapsulën, mbyllim kapakun dhe sigurisht që do të ndezjet fillimisht ekspresi, derisa ai të mbaroj pulsimin, ne kishim ndezur paraprakisht për ta patur gati për ju. Te butonat që shihni dhe që janë me dritën e tyre, do të keni butonin e parë për një kafe të shkurtër, për një kafe normale, për një kafe të plotë, dhe ky butoni këtu tregon aq sa ju doni të mbushet filxhani, ose nëse do bëni cappuccino për shembull, mund të shtypni këto se ta mbushni shumë pak sa doni ju. Më pak se kafja e shkurtër ose më shumë se kafja më e madhe, sa të doni ju. Për shembull, ne po provojmë butonin e parë për të provuar kafen e Albanës, dhe do të shpërthej ajo aroma e mirë, që vjen deri aty dhe do t'i shijoj edhe miqve tanë. Ja si del, një kafe kremoze me një aromë specifike dhe me një shije që të mbetet në mendje për gjatë gjithë ditës. Ka njerëz që preferojnë 1, 2, 3, 4, deri në 4-5 kafe është e rekomanduar dhe është e shëndetshme. Sigurisht për të na rritur energjitë tona dhe sigurisht për të na zgjuar. Ja, do pres dhe pak, e di që ndalon vetë, e di. Erdha. Ta bëj si që duhet, punën. Pak sheqer. Dhe kjo është kafja për zonjën Albana. Erdha. Të thash që do të ndryshoj përshtypja për nuhatjet e tua. Mos ma mbyll derën, erdha me kafen dhe me pranverën. Të bëf të mirë. Shijoje, nëse e do me pak sheqer mund t'ja shtosh, se unë e di që ti e do pak të ëmbël. Ja të paça dhe të ngjat jeta, inshallah. Të ngjat jeta. Të bëf të mirë. Kafe Lavazza, një nga kafet gjigantit italian që nuk e kursen kur pasionin për cilësinë edhe sigurisht për përzgjedhjen e kokrave në radhë të parë cilësore të kafes, duke ruajtur traditën e përpunimit, traditën e përgatitjes, sidomos te këto kafe ready to drink, Lavazza ready to drink, të cilat kanë mënyrën e përgatitjes siç janë ato kanoçet, janë fiks sipas recetës së vërtet që përgatisim ne cappuccinon. Të them të drejtën, unë kafe me kanoçe përdor shumë. Se kam shumë siguri. E marr në çantë dhe e kam kudo, nuk kam problem. Nuk më pengon, edhe këtu për shembull, shikoj që disa kafe, për shembull, sado që tu hedhësh sheqer, kanë atë idhsim këtu. Dhe normalisht unë te shija jam me e ke të theksuar që më shumë se ç'duhet. Dhe unë në përgjithësi kafe në dua me sheqer, por edhe pa sheqer është e këndshme, mbi çim e lezetshme. Ata që e përdorin me sheqer, ka përshtypje që kafja ndoshta kanë diçka që ose që i hedhin shumë sheqer, ose e duan të ëmblën dhe nuk mundem dot pa të ëmblën. Por shkon, dhe pa të ëmblën shkon. Të bëft mirë ty kafja dhe një nga mënyrat për të shoqëruar ato biskotat tona mund të jetë pikërisht edhe me kafen tonë të përgatitur këtu në studio. Ndaj të thash që një kafe të mirë, një ekspres të mirë nuk mund ta konsumosh vetëm në për lokale ku Lavazza ofrohet, por edhe në shtëpi me ekspresi. Nuk është problem, as për mua, as për moshën time. Se di, çdo njeri ka metabolizmin e vet, përballimin e vet. Unë përballoj vetëm një kafe. Jo, 2-3 përballoj, pastaj më tej nuk e di. Për unë dje nuk kam pirë kafe mbas dite, por kam fitur orën 4 të mëngjesit. Po, ama ta them një sekret. Ky është paradoks më. Do ta them një sekret. Kush pi kafe pas dite nuk fle gjumë. Ti nuk e pirë dhe s'ke fjetur. E kam pirë dhe një në mëngjes. Shumë mirë. Tani ti shohim pak biskotat. Unë thash që kur janë ato të nxehta dhe i shtojmë sheqer pluhurin, do të shkri sheqer pluhuri. Po. Ka shpejt u ftohen këto se nuk na shkriu. Po, jemi ne hot. Dhe biskota nuk duron dot.
djeli jemi, oj Niki. Po në nëse djeli jemi. Çfarë do që të vësh këtu është dhe shkrihet, ja. Pse të mu për të... Por i bëjnë pyetje serioze, pse nuk shkriju Pluri Sheqerit, ajo. Se qa më thot gjithsesi. Biskotat i marrim një vendosim në një pjatancë të pak. Pa tjetër. Okej, e marrim pjatancën. Ta marim. Shojmë pak edhe pjesën poshtë. Ja, ka gjithë janë pjekur shumë mirë. Minutazhi ishte perfekt, 20 minuta. Urdhëro. 180 apo 200 gradë. Edhe nga ana tjetër, si ktheva mirë, ja, kështu. Mund të ndaj mirë këto të voglën, për shembull. Sa të shkrifta, ftohen, shkojnë perfekt me një gotë lëng, me kafen, cappuccinon, me atë kafen e ftohtë, siç tham, si të dëshironi ju. Mund t'i mbani, t'i vendosni diku dhe i keni dhe për ditën tjetër. Shifeni sa të shkrifta janë, ma afroni pak kamerën, siç tham, ato coptohen në sipërfaqe, dhe pjesa e shkrifët duket deri në bërthamën e tyre. Edhe më me pak në zeci. Gjysmë nun. Hajde, miropafshim nga kuzhina. Këtu ishim për 2 recetat, shijuam dhe kafen, bashkë do t'ju pres pas pak për temat që janë nënçova që në fillim, në ndiqni, ju pres në 10 e 5 minuta.